Televizioni Festa në Kumanov shënon jubileun 30 vjeçar, një rrugtim i nisur në kohën e pluralizmit, ku informimi në gjuhën shqipe përballej me sfida të kufizuara të shumta. Përmes raportimeve nga tereni dhe mbulimit të ngjarjeve historike, ky medium u shndrua në një zë të rëndësishëm medial, jo vetëm në qytet, por edhe më gjerë. Pas këtij rrugtimi qëndron gazetari dhe themeluesi i televizionit Festa, zoti Nëgjat Alqifi, i cili sot na ka nderuar me praninë e tij për të rikujtuar fillimet, sfidat dhe vizionin që ka pasur çdo herë ky televizion. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët, koleg i nderuar. Përshëndetje Aide, përshëndes të gjithë shikuesit e televizionit të Maqedonisë, programit të dytë, programit në gjuhën shqipe. Pas 30 vitesh, vërtet emocionet janë jashtëzakonisht të mëdha. Të shtunën, siç theksuat, ditën e parë të pranverës, kremtuam themelimin, respektivisht fillimin me punë të televizionit Festa në Kumanov, i cili fatmirësisht aso kohë nuk mbulonte vetëm Kumanovën, Likovën, por depërtonte edhe në Serbi, në Lujin të Preshevës, depërtonte edhe në Kosovë, Ferizaj, Gjilan, viset tjera, po bile pak edhe më larg që kisha informacione gjatë luftës në Kosovë se më ndiqnin edhe nga Shala diku e Bajgorës andej, varësisht si kanë depërtuar valët, sepse aso kohë kanë qenë antenat terestriale e jo digitale, sikur tani që janë të kufizuara. Gjithçka ka ndryshuar. Po, është ndjekur edhe në rrethin e Shkupit, në atë pjesën ka Kojnarja, që është më afër me Kumanovën. Po. Edhe ka kaluar një kohë goxha e gjatë, një distancë kohore, 30 vjeçare nuk është edhe e shkurtër. Tash nëse lind pyetja, si lindi iniciativa, pse? Fillimisht unë e di që janë shumë pak 30 minuta për t'i përmbledhur ato 30 vite, sepse vërtet në këto 30 vite shumë historika, shumë sfida dhe shumë tema që do doja t'i trajtojmë secilën nga pak, për gjithë ata shikues që e kanë dëgjuar, e kanë shikuar televizionin Festa dhe e din që sa transparent ka qenë ndaj gjithë qytetarëve në gjitha këto situata të vështira, trazira, luftra dhe kështu me radhë. The në fillim të pyetjes se shumë pak janë. Nuk janë shumë pak, se kur je ti moderatore, kur e udhëheq si redaktore emisionin, din ku të më pyesish edhe andej i ngërthejmë të gjitha edhe brenda 30 minutave. Shef aso kohë, program në gjuhën shqipe, këtu ishin vitet e para të pluralizmit në Maqedoni, keshim vetëm televizionin e Maqedonisë, pra dhe programin në gjuhën shqipe, që aso kohë e dim ishte vetëm 2 orë, kishim Radio Shkupin dhe kjo kaq. Pastaj, fal iniciativës të kolegëve jashtë unë, gati në çdo qytet u themeluan nga 1 apo 2 televizione, duke filluar nga Struga deri në Kumanov, diku kishte edhe 3 ndoshta, siç ishte rasti Tetova, ku e di. Edhe gradualisht me kohën të gjitha dalë mirënin vetin. Ne filluam edhe një bashkëpunim mes vetë të kemi televizionet aso kohë. Mirë po, të mirë me vesh, 30 vjetë sot t'i thuash në kujt, do të mendoj se është institucion shtetëror, e jo privat. Në institucion privat është vështirë të mbjetohet. Mirë po, shpirti im e din se... Sidomos media, sidomos media në Maqedoni. Shpirti im e din se si dhe sa kemi hekur deri në këtë moment sa kemi arritur të festojmë 30 vjetorin, po dhe është zoti edhe 20 vjetorin, të vazhdojnë nipat edhe tutja, ashtu kisha mesazhe. Djali vetë se ka vazhduar këtë rrugë, Fatljumit, cilin e përshëndesim, po urojmë që edhe nipat e mbesat, pse jo? Absolutisht, po duhet trashëgimia... Sepse televizioni dhe media kur të lidhë profesioni gazetarisë nuk tërhiqet dot letë. Shifa i dhe në familjarisht në gene kemi gazetarin. Edhe baba imi ndjesh,
ka qenë arsimtar, po ka qenë edhe gazetar aso kohë në flakë, me korespondent, kuptohet me natyrisht, sepse janë vitet e shumta të në tëra. rilindjat të Prishtinës. Pastaj vazhdoj motra ime më e madhe Lulja, që punoj në Radio Kumanov, pastaj vazhdova unë, po vazhduan pastaj Nipa, Mbesa, kemi gjithkun në TVM2, kemi në Allsat, kemi gjithandej, edhe është kënaqësia, dhe shpesh më pyesin, ju çka bani muhabet në shtëpi kur takojnë? Edhe unë momentalisht isha duke menduar, sinqerisht. A beson se temë tjetër jashtë gazetarisë nuk kemi? Vërtet? Jo. Gazetarin, temat aktuale... Po, ato familjarët të tjerë që nuk miren me gazetari... Pjesën tjetër i kemi arsim. Okej. Po, sa do ku do përputhemi pak edhe me këta të arsimit. Gazetaria madje me gjitha fushat përputhet, se gjitha fushat i ka, natyrisht. Absolut, po shif, gazetaria... Jemi lider, Gazetaria është suport i çdo profesioni tjetër, i çdo veprimtarie tjetër. Të kthehem prapë aty. Ishte viti 96, unë paraprakisht kisha një medium tjetër, ishim bashkëpronar me këngëtarin Ismet Bexheti. Ismet Bexheti, po unë e di këtë iniciativë, po sigurisht edhe shikuesit. Radio Zërin e Kumanovës, pastaj hapam edhe televizionin Zëri Kumanovës, prej fund vitit, prej 26 nëntorit, 93-shit, bashkëpronar ishim deri diku në muajin e dytë në shkurt të 95-ës, aty i ndam rrugët, por unë brenda një muaj themelova, ngrita televizion festa, ngrita në këto përmasa që është tani, do të them drejtën, rrjetet sociale atë shumë më kanë emocionuar, atë shumë kisha pasur respekt, dashni, përkrahje, nuk munguan statuset, përgëzimet, fjalët miradije, mos thom ledhrata, fjalët miradije nga të gjithanët. Dita e shtun, sa po hyje në Facebook, është parë televizioni Festa. Gjdo urimi, gjdo qytetari, gjdo personi publik duke të përkrahur dhe duke folur për iniciativën që ju keni ndërmarrë qysh para 30 viteve, që ka qenë vërtet një iniciativë me shumë pesh, por e vështirë ndoshta për të nisur kjo iniciativë. Absolutisht, jashtëzakonisht sfida të paparapara, të cilat pasuan pas 2-3 vitesh. Mirë po, ishte një entuziazëm i madh tek të gjithë të punësuarit. Ishin kryesisht djemë të ri, ndoshta sa po kishin kryer shkollën e mesme, njenin e kisha angazhuar edhe tu kenë maturant, po sot ai është doktor i shkencave. Vërtet? Po, sa mirë. 3 doktorat shkencës janë që kanë qenë të ri aso kohë në televizionin Festa. Dhe që janë angazhuar. Po, që janë angazhuar, edhe vazhdimisht nga të 3 kam mbështetjen. Qoftë morale, qoftë me ndonjë ide, qoftë me ndonjë këshill. Ani pse jam tash pensionist dhe kam punuar mbi 40 vite në por nuk dorëzoheni ju asnjëherë. Dhe i pranoj këshillat nga të rinjët. Absolutisht. Të rinjët janë ardhmëria e një komuniteti. Pse të mos pranosh diçka që është e bukur. Filluam, vazhduam me emisione të larmishme. Brenda 2 vitesh ndodhi lufta në Kosovë. Aty ajo na goditi edhe ne, natyrisht. Pse se patëm një val të madhe të dëbuarish nga shtëpitë e tyre gjatë krizës në Kosovë. Dhe aty televizioni Festa e dha provimin e parë të menaxhimit, të raportimeve, të informimit me kohë. Në rend të parë duheshte informuar të gjithë ata që duan të pranojnë, të strehojnë vëllezër e motra nga Kosova. Por pastaj duheshte informuar përmes organizatave humanitare të ndryshme. Ka pas bashkëpunim në atë kohë me organizatat? Si jo, ka qenë jashtëzakonisht, absolutisht, po të mos ishin organizatat humanitare, tash mos t'i numëroj, por printe El Hilali, sa mbaj mend, po ishin edhe tjera tash mos t'i përmendit të gjitha, sepse vërtet meritonin të gjitha respektin jashtëzakonisht të madh.
Ndërkohë, tash do t'i përmendi vetëm disa segmente që vlejnë. Ndërkohë, në prill, kur kishim krizën e madhe humanitare në Blac, kur mbetëm të ngujuar mes dy kufive në atë zonë. Të gjithë refugjatët, po, në atë po. Mbi 100.000 ndoshta refugjatë, pleqë të moshuar, të rinj, fëmijë, gra, burrë. Atëherë vjen tek unë në televizion sekretari asë kohë i Bashkësisë Islame, Hoxha Enver Zekiri. Edhe vjen thotë, në gjatë urgjentisht një emision të mbajmë. Që bë? Thotë urgjentisht, thotë se po vdesin urije vëllezër dhe motrat tanë. Edhe tani më rënë tjetët lëkurash një moment. Edhe thëmë, pa hezitim, shifë, këtu është përparësia e mediumit privat, në krahasim me atë shtetëror. Nuk planifoj gjarat një javë apo një muaj përpara. Aty për aty, kamermanët ishin. Hynë në çdo shtëpi, hynë në çdo rrezik, hynë në çdo ngjarje. Edhe hyrëm në emision, edhe duke filluar apelin, vëllezër, motra, çdo familje. Mua vesh filluan lotët të më rrjedhin, sepse ishte një moment të apelosh në fund shekullin 20 për buk. E kupton, ajo ishte e trishtueshme. Dhe besomni, pastaj informacionet që i morëm me Hoxhën e nderuar Enver Zekirin, mësuam se brenda 2-3 orash në Blac, nga Kumanova dhe Likova, janë dërguar diku mbi 20.000 kilogram buk. 20.000. Ta thëmë dhe ta kuptojnë 40.000 kilogram buk që janë dërguar me mauna, me automjetët të ndryshme transportuese. Atë e ndjej një kënaqësi shpirtërore që kam arrit ndoshta me një apel, apo me ato lot t'i ngacmoj çdo shtëpi. Ka pas po media juaj ku për shumë pak orë të arritët të 20.000 kilogram buk. 20.000 kilogram buk për gjithë ata refugjat që kanë pas shumë nevojë dhe kanë qenë të uritur në atë kohë, ku ka pas mungesë të ushqimit. Pastaj, pas 2 muaj gati, apo 1 muaj diçka, kisha fatin të jem edhe lajmatari i nënshkrimit të marrëveshjes së Kumanovës. Kam qenë gazetari i vetëm shqiptar prezent aty, që u publikua vitin e kaluar edhe në mediat kosovare, edhe ata më dha një mirënjohje, një hapësirë, sepse unë isha ai që e dhash këtë si hariq, apo këtë popullor që këtë myshde tek opinioni i gjerë. Ishin ato momente ne të rikthem pak disa minuta aty, sekonda, me ditë të tëra qëndronim me ekipin tim në aeroportin sportiv Agjetepe. Ishte fillimi i qershorit, nxënësit apo bëheshin gati për të lëshuar shkollat, për të shkuar në pushim veror, pra me 9 qershor. Ishin tendat e ngritura të forcave të NATO-s, të kreut atyre, menaxhoheshin, zhvilloheshin biseda, edhe një moment po atë ditë, një orë apo 2, ashtu më ofrohet një kapiten, apo toger francez, më kujtohet, dhe më thotë, unë e kuptoja, nga pak frëngjishtën e flisë, asto kohë, thotë, bahu gati, shumë shpejt do të publikohet, thotë... Ti vetë e pas ke marrë lajme para prakisht. Absolut e kisha, po zguxojsha ta, a i kisha njoftuar të gjithë me ko bahuni gati. Nuk e guzuar ta për hapësh. Po, absolutisht, pa u verifikuar, pa u dhënë viza, e atër veç kur u dha viza, se po, është përtheu lajme, në Kumanov gjithë andej në përfshatra filluan, sepse kishte edhe, thashë, sa kishte Kumanovare edhe Likovas, po aq kishte edhe Kosovar, filluan të ndizën zjarre në shenjë festime, pastaj ato lajme i publikuam në mramje në televizionin e Maqedonisë, aso kohë bashkëpunoja edhe me Deutsche Welle. Po keni raportuar edhe për RTK-n, për Deutsche Welle. RTK-jo nuk ishte aso kohë, RTK-n në luftën e Maqedonisë. Në luftën e Maqedonisë. E di që keni raportuar, po nuk e di asaj në cilën kohë. Ato, shefë, do të thotë televizioni Festa ka rrugtuar krah për krah edhe me mediumet tjera ku kam bashkëpunuar apo ku kam punuar.
edhe ishim gjithë një në hap me kohën. Askund s'kemi ngesur, se i përket informimit, kuptohet. Që të thotë misioni juaj për gazetarin ka qenë i pafund. I pafund, absolut. Erdhi pastaj edhe lufta e 2001-shit. Para se të vim të lufta e 2001-shit, unë e di që e keni përmendur një herë, e kemi diskutuar bashkarisht një rast shumë prekës kur në studioj jepnin lajmet e nderuara Arta Tahiri, gazetarja, mbesa juaj, në studio ndërkohë janë dhënë lajmet në televizionin Festa, ndërsa nga ana tjetër prapa kamerave ka pas shumë refugjat të strehuar. Na tregoni pak. Po këtë nëse keni parë në një status ma përkujton edhe kolegu Sadik Emroja nga Kërqova, profesor doktor Sadik Emroja, kolega i imi, Miki nderuar, e respektoj, e përshëndes nëse na shikon, ai ma përkujton në status se ishte aso kohë, vinin shpesh televizionet në Kumanov për të parë çfarë po ndodh tek po ndodh, edhe thot në status thot derisa Arta Latifi aso kohë, po i jipte lajmet që ishin kryer prej fillim deri në fund për luftën në Kosovë, refugjatët flinin në pjesën apo pushonin në pjesën tjetër të studios. Kisha aso kohë tash mos e hape këtë temë edhe refugjat, edhe në shtëpi se 2 kate kam shtëpin, edhe 1 katë të tërë më lartë të televizionin, edhe në shtëpi edhe në televizion kisha refugjat. Jo vetëm nga Kosova, se filluan të zhvendosin edhe nga Presheva dhe nga Lugina, edhe u bëm goxha një familje madhe atëherë, ne ishim aso kohë. Jam e bindur që kjo familje ka vazhduar edhe më pas luftës, ndoshta edhe komunikimin dhe shoqërinë. Sikur gjithë të tjerë që i kemi pas. Shqiptarët nëse njëherë krijohet një misi, nuk harrohet kur. Natyrisht vazhdon në pafundësi. Pra edhe ky, mirë më përkujtoj, edhe ky është një moment që s'harrohet me gjithë se ka shumë momente të tjera. Pastaj erdhi lufta e 2001-shit, ajo veç na erdhi në derë në komunë të Likovës, po kishim momente kur ishte edhe 2 kilometra të lart Kumanovës. Se çfarë është përjetuar më së miri e din banorët aty. Ma 2 maj kur filluan granatimet në Vaksinës dhe Slupçan në ora 15 minuta në 3 diku pas ditës. Edhe aty kryem misionin për informim në çdo aspekt. Sa ishte vështirë të ruani profesionalizmin në këtë rast kur realiteti i luftës ishte vetëm 2 kilometra pranë? Nuk ishte e lehtë. Nuk ishte lehtë, ama kur je profesionist në atë zanat, e kupton, edhe nëse merr në një murator, ani pse gjendje lufte. Këtu duhet edhe guximi, zoti Aqifi. Muratori duhet të di e të ngrisë murin. Guximi, patjetër, shef, kam qenë më i ri atëherë. I ri kam qenë atëherë. Përveç pasionit të madh për profesionin që e keni ushtruar, edhe guximi ka luajtur një rol kryq. Mirë, po shef, kur keshe parasysh sa atje po vriteshin edhe fëmijë, keshin familjen Zymberi, kur mbrenda një çasti 10 vetën nga një granat u vran, kishim edhe familje të tjera, shkatërrime, rënime, e po atëherë pse të kesh frikën? O gjithë, o po bëjmë diçka, o nuk po bëjmë asgjë. Edhe ja arritëm më sukses. Edhe atje kishim probleme shumë, atje s'mund të deportoshëm për të dërguar ndihmat humanitare. Më kujtohet njëherë tek fabrika e gjypave, me orë të tëra pritëm konvojin e ndihmeve të futin, po s'na lanë aso kohë, ishte normale. Guximin, s'kam kaluar bashkë edhe pa unë të shkuar, që m'ske gale. Disa herë kam qenë i ndaluar, për herë të parë po e shpalosi, kam qenë i ndaluar nga policia. Aso kohë, me duart lartë ngritura, me hapje të gepekut, çfarë ke, te ke. Ishte një moment,
Kishit për kraje në atë kohë, kishit persona që ju rinin afër dhe që e keni gjetur atë mbështetjen kështu morale në këtë rast? Po, kishim. Sepse për pas guxim... Jetë më nëzirë fjallë. Për pas guxim, duhet kesh edhe persona afër që e din që dikush po ta zgjatë dorën. Po atash po e them publikisht, kisha aso kohë telefonate edhe nga Slupçani, nga një Mustafa Mendi, sa është i njerë, qo punën se jenë vazhgim. Shka po do më shumë. Nuk ka pas nevoj, për asë një frikë pastaj. Lirisht, po nëse me gjithat je i mbrojtën, dhe kuptën, edhe vazhduam në punën, pavarësisht asoj, ma e fuqishmja ishte profesionalizmi, ma e fuqishme ishte dashuria ndaj gazarisë edhe informimit, dhe kuptën. Shif, kur ke vullnet, kur ke elan, vjen edhe guximi. Po mbi gjitha, kur donë të sjellësh në sipërfaqe të vërtetën, realitetin, kur nuk mungon suksesi. Pa dyshim. I kupton. Edhe kur e ke popullor që të them një jetën e mirë. Një jetën e mirë, po. Ajo bile mësë shumë ti, edhe fatin e mirë në këtë rast. Absolute. Edhe mirë, po pastaj, a i dhe më falë që po të prej. Unë ushqeja me inserte, me filmime, me biseda, shumë televizionit të mëdha botërore. Vinin të unë direkt nga gjitha shtetet gati. Tash mund t'i kujtoj të gjitha, po vinin nga Fqinësia, nga Greqia, nga Bullgaria, nga Serbia dhe kanë ardhur. Ju interesonin, a ke, i thoshe shumicës, nuk kam, po filan televizionit i kam dhanë, ose bulgarëve, apo grekëve, aman mërni se u lodhesha. Pastaj vinin prej televizioneve amerikane, franceze, gjermane. Po, nuk hezitojsha. Edhe diçka është me rëndësi. Kur askujt nuk i ka marrë një lek. Bravo. Kur, pse letë depërtoje lajme. Tek të gjithë, po. E përkujtoj edhe një moment, edhe këtë. Po, pa tjetër. Tregova se kishim televizionin në katën e tretë. Mirë po filluan si shpesh helikopterët flitoranin. Pikërisht mbi televizionin, edhe kishim frikën, aty drejtën të them. Edhe ne vendosëm disa gazetarë Kumanovës, ishte atyr Nebi Marseli, përshëndes është tani në Kanada, ka qenë gazetar i lajmët atëri, kohës Kosovës më duket, Selajdin Shabani, shumë të tjerë, edhe shka të bëmë, i partim të gjitha pajisjet, tavolina shka kishte, do shkojmë poshtë, si në podrum katin e pa. Mos e dhash zoti edhe nëse gabimisht ndodhë dishka. Po kishte qasje pastaj për sinjalin e për këto sepse për... Jo, televizioni rrinë të sinjali krejt, po vetëm ne, si ekip, do të suportuar edhe nga redaksi tjera, gazetarë që punonin nga Kumanova, u të buam që t'jemi me një vend... Janë përbledhur lajmet, montime, këmbeshin, mendime, të nesërmën përcaktoshim se kush ku të shkoj të punoj, edhe në basite, edhe kur do në kryot një unitet, edhe mes komunitetit e gazetarëve. Sigurisht. Aty unë ndeshta të ndërlidhen, kur fillua të tregoni për këtë çështje, edhe për televizionin lartë, që interesimi pastaj për të punuar në televizion, stafi, u paksua ose u shtua në atë kohë lufte? Absolutisht u shtua. Po si jo kishte. Për shif edhe në ditë sotit, vetëm të shpallon një konkurs, kanë besim, besueshmëri të lartë në televizionin feste. Jo, nga që ka qenë kohë shumë e vështirë, kohë lufte, prandaj e them. Po themi tash për periudhën pas luftës, apo? Jo, në kohën e luftës. Në kohën e luftës të Maqedonisë. Në kohën e luftës të Maqedonisë. Aty të them drejten më tepër ishin Sevdel Demiri, ju kujtohet ka formuar edhe këtu, ai në asnjë moment nuk është ndarë. Avni Avdiu ka qenë vazhdimisht
kamerma tash nështë mos harrojnë ndonjë, por ishim ekipi. Por që ka qenë ekipa. Nuk kemi tentuar për të rritë. Jo, absolut mirë, po ekipin edhe përshka është më rëndësi. Për asnjë ditë nuk e ka ndërpre pushimin punën në televizion festa. Absolut, jo. Edhe pse kemi patur, po të them kërcënime, kemi patur tentativa, po thot ku e ki qetë atë guxime, ja po vinë ke vetë guxime. Është mision i shenjtë, definitivisht, edhe duhet shumë pasion për të pas dhe për ta vazhduar këtë rrugë, për të mos të ndalë në as luftë, në as një betejë, në as një krizë, kështu me radhë. Po pas luftës, edhe një lajm i mirë pastaj, ju e emëruat edhe kryeredaktor në TVM2. Po ishte muaj i shkurt i pas luftës, dhe më thonë 2002-shit, më paraqiten, thonë, a pranon. Ishte në atë kohë qeveria PDSH Vëmërot, apo ne, apo kryeministër Lupço Gjerieski. Edhe jo, nuk e prisja, mirë po puna që e bëra gjatë luftës edhe gjatë gjitha të reviteve, edhe ndoshta jam parë si person që vlen për ta drejtuar këtë institucion. Po vlen, natyrisht edhe meriton, e kupton. Brenda 2 ditësh u vendos, unë fillova, erdha këto, më mirëpritën të gjithë. Sepse kisha raporte unë jashtëzakonisht kolegiale, njerëzore me të gjithë. Me gjithë edhe në atë kohë. Unë të gjithë, edhe sot e kësaj dite, unë kur vim me gjithë dëshirë, se e di se më mirë presin. Këtu kam lanë muhabetet mira, kam lanë gjurmë të mira në këtë televizion, edhe të gjithë i kam si familje, e kupton. E pranova, filluam me punë, edhe nuk duhet harruar Aida. Para me e kanë filluar, por në pikërisht në kohën time, TV2 u bë program në gjuhën shqipe. Edhe të tregoj, ka qenë muaj i gusht, tash 12 apo 11 i gusht, nuk i saktësisht më kujtohet, ndoshta edhe 17 i 2002-shit, po më thërë drejtori i televizionit. Tha vërtet, do të fillosh? Po i thonë. A i me hamendje, a? Po me hamendje, s'jam mirë të mendja, s'kujt. A u veç kisha përgatit... Ti këtë guzime ke kryer këtë mision më herët, kisha luftën e kukjo, këtë betej. Atër ishte zërjeta në programin e mesditës, me Fatosin, Naziv Bushe, të gjithë u angazhuam, e këto, a e bëjmë, a se bëjmë, a qëndrojnë të gjithë, po. Edhe, thëmë, në orat 12 se fillon të 12. Unë thëmë, do filloj programin. A që i optimist, prapë më pyët drejtori televizionit, po dhe drejtori generali, thëmë, po. Shkoj deri poshtë në studio, këtu dhe ku tash më kujtot ku kanë qenë, organizator ku shkanë qenë në atëre montaje, kaseta me beta, sot më, ishin të gjitha të paluara, shok, jemi gati. Si e filluat, ato fjallë të para më interesant. Qëfar thatë? Ju kujtohet? Thëmë drejten, natyrisht çfarë do të thuashte? Shikues të nderuar, ja ëndra që kemi patur ndër dekada, sot po vëhet e realitete, më kupton? Pas disa minutash unë u futa në emision direkt, si mysafir i emisionit, e shpalla këtë sukses dhe lajm. Edhe dal nga dal, unë e fillova, pastaj pasardhët me e zgjeruan edhe më tepër, të tjerat edhe më tepër, u bë edhe programi satelitor, thash zoti, çdo kush që vjen e jep kontributin e vet. Unë e them, kur mos e shiko punën që e bën me ngjyrime partijake. Sepse puna do të mbetet. Kisha një kolegë më pyeti, tha, çka do të bësh pastaj kur të vinë të tjerët? Thëmë, kolegi nderuar, s'jam të e bë as për këta, as për ata. Unë jam të e bë këtë për popullin, për ata taksa pagues, që atëherë pagueshte 200 sa denar. Edhe
vërtet jam krenar që i kam keni thënë ndjerë si atëherë ato obligim? fjalë, po, pse, ne jemi për popullin, të mirëm i vesh, edhe populli është për ne, populli neve na shikon, nuk vinë jashtëtokësorët të na shikojnë. Pa dyshim, para se ta përmbyllim, se më jemi në fund të bisedës. Po, ende shumë kemi, a do të më marrësh edhe një ditë tjetër, epizodin e dytë. Me shumë dëshirë, unë po kënaqem për derisa ju po tregoni këto histori të trishta për popullin shqiptar. Ndryshimi mes televizionit lokal me atë publik. Shef. Sa ishte vështirë për ju, sa ishte sfiduese? Unë mund të bëj vetëm një krahasim kështu profesional. Shumë është më lehtë të punosh në televizion shtetëror, publik, se i ke të gjitha kushtet edhe para kushtet. Po shumë është më lehtë të veprosh në televizion privat se i ke nuk ke kufar barierë, e kupton. Dhe nuk të ndalon asë, nërsa këtu ka regula. Po, këtu ka regula, aty mund të bësh aty për aty emision. Ja, unë kam filluar tash pas pensionit, një 6 muaj, një 6 muaj, po isha para 2 vite këtu, të kujtohet, dhe isha në prak të pensionit. Pas pensionit, 6 muaj, thash, do të pushoj. Nuk do të nërgjë. Dhe u mërzita shumë, fillova të zvezdise. Harova ta përmej që keni marrë një iniciativ të reta në podcastet. Po, me fillova një podcast, edhe si më shkanë, sigurisht ka do të më pyesish. A disa kam listë të misafirëve që presin? Ju lumt. Për të ardhë misafir. Ju lumt. Edhe, thash zotit tash, pas këtyre festave që kishim, ndoshta do të intensifikoj nga 2 herë apo 3 herë në javë të bartë, të mbaj këtë emision. Ide vetëm, në fund, ta them edhe fillimin. Unë diku 81-2 si gazetar, si student, kam pas filluar për herë të parë në flakën e vllazërimit aso kohë. E kisha redaktor Rafail Spahion nga Dibra, të cilin e përshëndes përzemërsisht. Ai mi ka dhënë motivimet e para për gazetari. Ai më udhëzonte vetëm puno. Do të thotë, ai emër ju kujtohet çdo herë. Po, absolutisht, edhe të gjojemi, pikërisht dje apo parë më thirrën në telefon, më uroi 30 gjetorin dhe e falenderoj për zemërsisht. Me po pastaj kur erdha këto në televizion, kur fillova bashkëpunimin, ai nuk harrota e plejade gazetarëve që sot edhe nuk janë në mesin tonë. Ti përmendi disa, Isa Këmuratu, Alësh Kamberi, Skender Raufi, Strefer Mosliu, Afet Miftari, kryeredaktori që ishte Ajdini, Reshat Kamberi. Reshat Kamberi, miku, Milejm Latifi, mos ta harroj, shumë që janë të gjallë, e kupton. Shif, thonë kokra, rushi piqet kokra për i kokrës, shif edhe të qëndrosh mes gjithë këtyre njerëzve, Niazi Muhamedin mos ta harroj, prej ati këtu në televizion e kam patur motivin më të madh. Ma kishte shikuar një reportazh të shkurtër që e kisha, s'kishte 2 orë atër program në lajme, edhe i thonë zotë ti e po, vazhdo. Tha ti do të bëhesh gazetar. Aq tha ke pas në një reportazh të këndshëm në lajme, tha që me të vërtet përgëzoj. Përshëndes edhe. Ku ka më mirë që vazhdojnë edhe këto respekte që kam për televizionin Festa, por kryesisht për juve, sepse ju jeni ai që është themeluar televizionin Festa dhe po vazhdon të ketë. Do t'i kisha përshëndetur të gjithë në televizionin e Maqedonisë gazetarët e ri të punojnë me përkushtim. Se këtu është derdhjes e madhe, është bërë luftë e madhe, është bërë sakrificë e madhe për të mrri sot për të kriju këto kushte në të cilat punon televizioni i Maqedonisë.
A për televizionin festa, unë jam aty dhe isa të më kujdesë. I keni pasardhësit Po, pa merak. absolut, nuk mërzitëm. Ne vetëm e kemi të kaluar minutazhin 10-1 minutë, ku duhet ta përmbyllim duke ju falenderuar, duke ju dëshiruar shumë shëndet, punë të mbar dhe festa të vazhdoj, të festoj edhe shumë për vjetoret e tjera, edhe jo vetëm 30 vjetore. Ajo është motoja e televizionit gjithë një ka qenë. Me festën, fest në çdo kohë. Në çdo kohë, shumë e vërtet. Të uroj shumë shëndet dhe faleminderit që ndatë këtë mëngjes së bashku. Faleminderit për ty, Anita, faleminderit për stafit të televizionit, programit në gjuhën shqipe. Ju dëshiroj suksese jashtëzakonisht të mëdha në të ardhmen, sidomos ti si redaktore e re, edhe të tjerëve të keni suksese dhe guximshëm të çoni punën. Shumë faleminderit për këtë fjalë.